Articat vemat bucrën car, me fugire kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në rubrikën Kombi Ynë, unë po sjell një punim vetjak interesant mbi origjinën e disa fjalëve midis shqipes dhe anglishtes. Kuptimin e tyre është nga fusha e Bulmetit. Pra, fjala gjiz dhe anglishtja cheese, një fjalë, dy qytetrime. Në pamjet të parë, fjala angleze cheese dhe fjala shqipe gjiz duket sikur i përkasin të njëjtët botë, një produkt i thjeshtë, i përditshëm, i përhapur në çdo tryezë. Po në të vërtetë, pas këtyre dy fjalëve fshihet një histori e thellë gjuhësore dhe kulturore që na çon drejt një pikpyetje më të madhe: si e konceptonin popujt e lashtë ushqimin vetjak, natyrën dhe vetë procesin e krijimit të produkteve, dhe si sillen dy fjalët tingëllsisht kaq të ngjashme në dy gjuhë dhe dy kultura të ndryshme që nuk i përkasin as vendeve kufitare, gjë që është mjaft e habitshme. Sepse fjala nuk është thjesht emër. Ajo është një filozofi të menduar nga mpiksja tek cheese. Fjala angleze cheese nuk është krijim i izoluar, ajo vjen nga një zinxhir i gjatë zhvillimi që fillon me gjuhën proto-indo-evropiane, një gjuhë e rindërtuar që flitej mijëra vjet më parë. Rrënja e saj është kuat, që do të thotë të mpikset, të thartohet. Pra në fillim nuk kemi djath si produkt, por një veprim, procesin e transformimit të qumshit. Nga kjo rrënjë lind fjala latine caseus, e cila u përhap në Evropën romane, më pas përmes gjuhëve gjermanike ajo shndrua në kese, në anglishtën e vjetër dhe në fund në cheese. Kjo rrënjë nuk përshkruan produktin përfundimtar, por procesin bazë, mpiksjen e qumshit. Nga kjo rrënjë u krijua dhe u formua në latinisht dhe fjala caseus, djath. Kjo fjalë u përhap në shumë gjuhë evropiane dhe krijoi një familje të tërë fjalësh: italisht cacio, spanjisht queso, rumanisht cas, nga ku ka dalë fjala dhe kachkaval, cacio a cavallo italisht, djath i kulluar në një nap, ndërsa bariu udhtonte me kal. Ndërkohë në degën gjermanike, proto-gjermanike, cassius, në anglishtën e vjetër, kesi, në anglishtën moderne, cheese. Pra nga PIE, latinisht, gjermanisht, anglisht, ky është një qytetrim që e shet djathin si një proces teknik. Fjala nuk përshkruan sendin, por mënyrën se si është krijuar. Origjina baritore e kachkavallit. Cacio di cavallo është një nga djathrat më të vjetër të Italisë me origjinë, nga thoni ju, nga Italia e Jugut, rreth 500 vite para Krishtit, aty ku ndodhen shinë dhe fise ilire. Ai ishte një djath i llojit pastafilata, pra me masë të shtrirë të tërhequr dhe prodhohet nga qumshi i lopës. Historikisht ky djath përgatitej nga barinjt në malet Apenine. Emri caciocavallo përkthehet afërsisht si djath mbi kal. Ky emërtim lidhet me mënyrën tradicionale të tharjes dhe të pjekjes së djathit. Format e djathit lidheshin 2 me litar dhe vareshin mbi një tra druri, pra si hejbe, sikur të ishin në shal. Pra, rrënja është e lashtë. Disa burime e lidhin me origjinën me Greqinë e lashtë, ku përmendet teknikat të ngjashme të përpunimit të djathit nga Hipokrati. Më vonë shkrimtari romak Kulumela, rreth vitit 35 para Krishtit, përshkruan metoda të ngjashme të djathbërjes. Mënyra e prodhimit caciocavallo është djath pastafilata, ku masa e mpiksur e qumshit ngrohet me ujë të nxehtë, shtrihet, punohet me dorë dhe më pas formohet në trajtin karakteristike si një pikë lote apo si darkë. Emri pra vjen nga italishtja cacio, që do thot djath, dhe cavallo, që do thot kal. Mendohen se emri lidhet zakonisht pikërisht me varjen e djathit mbi shkopin horizontal, ku format qëndronin të kapërcyera si tra mbi shalën e kalit. Por tani,
Cili është kuptimi i djathit të bardh apo si e quajnë këtu feta? Emri feta vjen nga gjuha greke feta, që do thot fet, apo copë e prerë. Si që them edhe ne në Shqipë, ndoshta ka ardhur nga greqishtja. Ky emërtim lidhet drejt për drejt me mënyrën tradicionale të përgatitjes dhe ruajtjes së djathit. Djathi pritet në copa, feta të mëdha, dhe më pas vendoset në krip, shëllir për konservim. Këto copa ruhen dhe shiten zakonisht si bloqet prera, jo si format plota rrethore. Pra, emri feta filloi të përdoret gjerësisht në Greqi, kur thoni, në shekullin e 17. Megjithatë, vetë djathi ka origjinë shumë më të lashtë që nga koha e Greqisë së lashtë, madje përmendet në mënyrë të tërthort edhe nga Odiseu i Homerit. Pra feta nuk është thjesht një emër djathi, por përshkruan formën dhe mënyrën e ruajtjes. Lidhet me traditën baritore greke, por në Shqip njihet si djath i bardh sipas ngjyrës. Djath është një mënyrë tjetër të menduarit për fjalën shqipe. Në anën tjetër, fjala shqipe djath, fjalë nuk vjen nga latinishtja caseus, si shumë fjalë të tjera evropiane. Kjo është një nga ato raste kur shqipja nuk ndjek rrugën e zakonshme, por ruan identitetin e vet. Shumë gjuhëtarë lidhin fjalën djath me një rënd tjetër indoevropiane, dax, të vendosësh, të formosh, si në italisht formaggio, pra ta futësh në formë. Pra në vend që të përshkruajnë procesin, shqipja përshkruan rezultatin. Pra nuk quhet ajo që mpikset, por ajo që është formuar. Kjo nuk është thjesht një diferencë teknike, është një diferencë në mënyrën e të menduarit. Njëra botë përshkruan veprimin, tjetra përshkruan formën. Por gjiza është fjala që ruan të kaluarën. Gjiza është një nënprodukt i qumshit, një lloj bulmeti në trajtën e dromcave të buta e pak të ujshme që përgatitet nga qumshti, kosi, dhalla apo ira, duke e mpiksur dhe kulluar pasi zihet. Por shqipja nuk dalet këtu. Ajo ruan një dallim që shumë gjuhë të tjera e kanë humbur, dallimin mes fazave të përpunimit të qumshit. Fjala gjizë nuk është thjesht sinonim i djathit. Ajo është diçka më e vjetër, më primitive. Qumë është i mpiksur, një produkt i freskët, i papjekur. Në një farë mënyre, gjizë është më afër kuptimit të vjetër indo-europian të kuat vet, momentit të mpiksjes, madje me zgjerim kuptimi ka kaluar tek folja ngjizë, krijon një produkt në formë veshtullie duke hedhur farën, madje edhe me zgjerim kuptimi lë me bar. Në origjinë nga kuptimi e bëj kos, a djath qumshin duke hedhur farën, bëj të trashet një gjë të lëngët, mpiks, ngjiz djathin a kosin. Sipas fjalorit shqip, fjala ngjiz, si folje kalimtare do thotë, e bëj kosin e djath qumështin duke hedhur farën, bëj të trashet një gjë të lëngët, mpiks, ngjiz djathin kosin. Mbruj, gatuj, jap trajta të ndryshme një lëndë të butë e trash, ngjiz me deltin, pra me bal. Veta e tretë specifike bën që të kullojnë dhe të lidhen bashkë grimcat e një lënde që nuk kristalizohet, pra mpikset, ngjiz gjakun, mpiks gjakun, bëj që të zërë fill diçka, krijoj, përfitoj, apo sajoj, trilloj diçka të paqen, pra e ka ngjizur vetë, e ka ngjizur shumë gënjeshtra. Kështu shqipja ruan një sistem me 2 nivele, gjiz, fillimi dhe djath, përfundimi. Një pasuri semantike që tregon një lidhje të thellë me jetën paritore. Por nëse shqipja ka 2 fjalë, anglishtja ka 1 fjalë, cheese, dhe madje për produktin që shqip quhet gjiz, anglishtja përdor të fjalën përcaktues farmer's cheese, djathi i fshatarit, djathi i fshatit. Megjithatë, tingëllimi i përafërt i këtyre fjalëve lë shtek për të menduar një lidhje direkte, cheese nga gjiz, duke pasur parasysh kontaktet iliro-kelte para ndikimeve romane. Ku këta grupime fisesh kanë këmbyer kulturën, ndoshta dhe fjalët. Krerët i lirë mbanin në qafun naza bronzit të njohur si tork, një stoli dhe shenjë statusit përhapur edhe te keltët. Ndikimi kelt mbi ilirët u ndje në shumë fusha të kulturës materiale, përfshirë armët, stolit, tiparet artistike dhe disa forma të organizimit ushtarak. Në disa zona, sidomos në Dalmaci, një pjesë e fiseve ilire u ndikuan aq fort sa mund të flitet për një proces të pjesshëm keltizimit të tyre.
por një gjuhë që nuk harron. Nëse shohim më gjerë, ky dallim është më shumë se gjuhësor, ai është kulturor. Gjuha latine dhe pasardhësit të saj reflektojnë një botë që sistematizon, kategorizon dhe standardizon. Prandaj kemi një fjalë të vetme qiz që mbulon gjithçka. Shqipja, përkundrazi, ruan nuancët. Ajo nuk shështon realitetin, ajo e ndan, e dallon, e mban mend dhe pikërisht tu qëndron forca e saj, në aftësinë për të qenë aktive, e gjallë, një mënyrë jetese që lidhet drejt për drejt me natyrën. Po le ta krahasojmë me greqishten. Në gjuhën greke, fjala djath është tyrio, lexohet tyri. Tyr pra, djath, term i përgjithshëm për gjitha llojet dhe cefalotyr, kremja apo koka e djathit, është fjalë standarde që përdoret në greqishten moderne për çdo lloj djathi. Shqip, pra djath, mendohet që lidhet me një rreth shumë të vjetër indoevropiane, si geth, që ka kuptimin të mpiksësh, të trashësh, pra procesi i formimit të djathit, ka zhvillim të pavarur brenda shqipes, lidhet konceptualisht me procesin, me produktin si emër i përgjithshëm. Greqisht, tyri, tyrios, vjen nga greqishta e vjetër, tyrios, kjo fjalë shumë e vjetër dhe përdoret që në antikitet. Nuk lidhet drejt për drejt me rrënjën indoevropiane të fjalës angleze cheese, djath, shqip, lidhet me procesin, piksja e qumshit. Pra, greqisht, tyr, lidhet me produktin si emër i përgjithshëm. Historia e fjalëve që lidhen me ushqimin shpesh është një dritare e rrallë drejt jetës së lashtë njerëzore. Një rast i tillë është dhe fjala angleze cheese, e cila na çon pas në kohë deri në rrënjët indoevropiane në një kulturë të përbashkët plektorale. Krahasimi i saj me fjalët shqipe, djath dhe gjiz na jep një pamje më të thellë të mënyrës se si gjuhët kanë konceptuar dhe emërtuar produktet e qumshit. Pra, fjala shqipe djath ka një zhvillim të pavarur. Fjala shqipe nuk rrjedh nga latinishtja caseus, ndryshe nga shumë gjuhë të tjera evropiane. Kjo është shumë domethënëse. Shumica e studiuesve e lidhin djath me një rrënjë tjetër indoevropiane, para indoevropian si dehi, kuptimi të vendosur të formosh të krijosh. Në këtë kuptim, djath mund të nënkuptojë diçka të formuar, të ngurtësuar nga qumshi, kjo tregon një konceptim ndryshe nga anglishtja apo latinishtja, ku fokusi është tek procesi mpiksjes. Shqipja fokusi është tek rezultati, tek masa e formuar. Ky është një dallim i rëndësishëm kulturor edhe gjuhësor. Djathi feta në shqip, djathi i bardhë dhe kuptimi i emrit, sikur se tham, dallohet nga greqishtja nga fakti që fjala feta ishte me feta. Fjala feta në greqisht do thot fet, copë e prerë, pra emri nuk lidhet me përbërjen, por me formën e prerjes, mënyrën e ruajtjes me copa. Në krahasim me shqipen kemi një logjik tjetër emërtimit djath, termi përgjithshëm për çdo lloj. Gjiz, produkt tjetër më i freskët, më i butë i afërt me rikota. Pra shqipja përshkruan procesin si bëhet, greqishtja përshkruan formën si duket. Në krahasim me gjuhë tjera, për shembull me anglishten cheese, nga latinishtja caseus, lidhet me lëndën, me produktin, kurse italishtja formaggio vjen nga fjala forma e djathit. Pra shqip, djath nga procesi, greqisht feta nga prerja me feta. Pra çdo kulturë ka ktheks të ndryshëm tek forma, procesi, përdorimi dhe dimensioni historik. Edhe për shembull si fjala feta është shumë e vonshme në mesjetën e periudhës osmane, vetë djathi është shumë i vjetër. Përmendet indirekt nga Odiseu, ku i atribuohet praktikave paritore përshkruara nga Homeri. Traditë e lidhur me delet dhe dhitë në Ballkan, pra feta nuk do të thot djath, do të thot copë djathi. Dhe kjo na tregon diçka interesante. Emri është praktik, vizual, jo teknik. Lidhet me mënyrën si njerëzit e përdorin dhe ruan ushqimin. Gjiz është një shtresë më lartë leksikore. Fjala gjiz referohet një produkti më të thjeshtë. Pra gjizës, qumësh i mpiksur, i freskët si rikota apo cottage cheese. Origjina e saj është pak më qartë, mund të jetë një trashëgimi shumë e vjetër ballkanike ose një zhvillim i mëhershëm indoevropian i lidhur me mpiksjen. Kjo që bie në sy është se gjiz përfaqëson një fazë më primitive të përpunimit të qumshit dhe është më afër kuptimit fillestar të rrënjës, ku atë mpikset.
Pra, një krahasim konceptual dhe gjuhësor, koncepti cheese në anglisht, shqip djath, shqip gjizë, djath dhe gjizë produkti freskë të rrënja para indo-evropiane, në pikset, thartohet, formohet, vendoset në pikset e mundshme, faza produkt final i fazës fillestare. Zhvillimin në latinistën dhe në gjermanistën i pavarur, shumë i vjetër, substrati shqiptar, përtej metodologjisë, një debat identiteti në një kohë ku shpesh diskutojmë për identitetin kulturor dhe gjuhësor. Rastet tilla janë më shumë se kuriozitete akademike. Ato janë dëshmi se shqipja nuk është thjesht një gjuhë që ka mbijetuar, por një gjuhë që ka ruajtur struktura mendimi shumë të vjetra. Kur themi djath, ne nuk përdorim vetëm një fjalë, ne përdorim një koncept që vjen nga thellësia e kohës. Cheese, pra, dhe djath mund të duken të njëjta në tryezë, por në gjuhë ato i përkasin dy botëve të ndryshme. Njëra flet për procesin, tjetra për formën. Dhe shqipja, ndoshta më e vjetra në këtë rast, ruan dy forma përmes një sistemi të pasur. Në këtë kuptim, gjuha jo nuk është vetëm një mjet komunikimi, ajo është gjuhë kujtese dhe ndoshta në një kohë që arron shpejt. Kjo është pasuria më e madhe që kemi, për të bërë dallimin të shohim pra si prodhohet gjiza. Gjiza është një produkt i freskët, i butë, i shëndetshëm që përgatitet kryesisht nga hirra, lëngu që mbetet pas përpunimit të djathit. Procesi është i thjeshtë pasi kërkon kujdes dhe temperaturë në kohë. Lënda e parë mund të jetë hirra ose qumshti, pasi përgatitet djathi mbetet hirra, kjo hirë përmban proteina të vlefshme, sidomos albumina dhe globulina. Në mungesë të hirës mund përdoret e qumështi i freskët. Ngrohtja. Hira vihet në zjarr dhe ngrohet gradualisht deri në 80 apo 90 gradë Celsius. Nuk duhet të vlojë, por të arrijë afër pikës së vlimit. Në këtë temperaturë, proteinat fillojnë të mpiksen dhe ngrihen në sipërfaqe. Tu ndodh dhe formimi i gjizës. Dal ngadalë krijohen grimca të vogla, të buta, si erë të vogla. Kjo është gjiza që formohet në këtë fazë, mund të shtohet pa krip ose disa pika uthull, lëng limoni për të ndihmuar pikërisht mpiksjen. Mbledhja në një lugë apo garushte, masa e bardhë mblidhet nga sipër, vendoset në nap ose në kulles të imit. Kullimi lihet kulloj 15-16 minuta sipas dëshirës, sa më gjatë kulloj, aq më e thatë bëhet gjiza. Në dallim me djathin, gjiza është produkt i freskët, i butë pa fermentim, djathi produkt i pjekur, i kripur dhe i ruajtur. Kjo pra është mënyra si bëhet gjiza në fshat, pa termometër, pa matje moderne, vetëm me sy, me dorë dhe përvojë. Pra kur themi gjizë, ne ruajmë një dallim që shumë gjuhë të tjera e kanë harruar. Si përfundim, cheese, djath, mund të duket si e njëjtë në tryezën dhe me gjizën, por në gjuhë i përkasin dy botëve të ndryshme. Njëra flet për procesin, tjetra për formën, dhe shqipja ndoshta më e vjetra në këtë rast ruan të dyja përmes një sistemi më të pasur. Në këtë kuptim, gjuha jo nuk është vetëm mjet komunikimi, ajo është dhe mjet kujtese. Dhe ndoshta në një kohë që arron shpejt, kjo është dhe pasuria më e madhe që kemi. E në këtë mes, unë ju uroj të hani sa djath, ashtu edhe gjizë. Dhe kur ju thone kemi byrekun me djath, kërkojeni që të jetë me gjizë. Miru takofshim. Partikat vlemat bukur në kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.